Jemi në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës, pra në këtë qendër votimi, ku edhe nga pamjet po shihni që numri i paktë të qytetarëve kanë dalë ta shfrytëzojnë drejtën e tyre për të votuar, krahasuar me zgjedhjet e kaluara që janë mbajtur këtë vit, qoftë ato në nivel qendror, qoftë ato në nivel lokal. Në këtë qendër votimi po vret një numër shumë i vogël i votuesve të cilët kanë ardhur për të shfrytzuar këtë drejtë të tyre, ndërkëse sipas të dhënave zyrtare të publikuara deri në ora 11 nga KQZ-ja, pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhjet parlamentare në Kosovë është 8.41%, duke reflektuar një dalje relativisht të ulët në orët e hershme në gjitha qendrat e votimit në nivel Kosove. Pra, nga kjo i bie se nga gjithsej 1.999.204 qytetarë të regjistruar në listën votuese, deri më tash kanë votuar 168.179 qytetarë. Në këtë qendër votimi, ne folëm edhe me qytetarët të cilët kanë ardhur të votojnë dhe ata na thanë se nuk kanë parë ndonjë parregullsi, siç po shihni janë të vendosura edhe listat me shkronjat e mbiemrave, në të cilat qytetarët mund të gjejnë edhe vendvotimet, po ashtu janë të shenjuara edhe me shenja tjera sa për të orientuar më lehtë për të shkuar drejt tyre, po vazhdojmë në pjesën tjetër të kësaj qendre të votimit dhe siç po shihni, pra gjitha pjesët janë të zbrasta, edhe kjo është e çuditshme krahasuar me zgjedhjet e kaluara të cilat janë bajt, pra këto janë zgjedhjet e katërta që po mbahen vitin 2025, e një numër kaq të vogël të qytetarëve, të paktën në këtë qendër votimi nuk e kemi has. Kjo qendër votimi ka edhe në katin e dytë disa vendvotime tjera, mirë po edhe më parë ishim në to dhe gjendja ishte pothuajse e njëjtë si në këto salla të cilat janë në katin e parë. Tash jemi në katin e dytë të kësaj qendre të votimit, ku janë edhe disa vendvotime të tjera. Siç po shihni pamje, nuk ka qytetarë që kanë ardhur ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre. Pjesa e kënej është në sallat, pra në këtë pjesë janë të vendosura edhe kutitë e votimit, ku qytetarët mund të hedhin letë votimin në cilën e kanë vendosur votën e tyre për kandidatin e preferuar për kryeministër, subjektin politik si dhe kandidatit për deputet të Kuvendit të Kosovës, ku natyrisht edhe kjo legjislaturë si gjitha të kaluaret duhet t'i ketë 120 deputet.